Lashi vendosi që edhe në Kërçov të hapet një shkollë e tillë, u formua një komision në kuadër të Lashit, i cili punoi një kohë për mënyrën se si do të hapet ajo. U gjet vendi në fshatin Llapkidol. Kërçova vendosi që të hapet shkolla Drita në Llapkidol, po të ketë karakter të përkohshëm, do të hapet përkohësisht, vetëm bëhet presion ndaj gjimnazit, po edhe ndaj politikës, për arsye se sistemi shumë partia kishte ardhur më, por drejtorët ishin me të njëjtën mendësi. Drejtorët prapë vazhdonin me avazën e vjetër, edhe nuk i pranonin nxënësve shqiptar. Dhe u hap Drita, dhe përveç asaj tashti u formuan në Këshilli iniciativ me organet shkollës, me komisionet të cilët duhet të bënin negociata me Ministrinë e Arsimit, edhe këtyre komisioneve u printe deputeti i zonës Olloman Sulejmani, tashti në Gjier, dhe nën kryetari i komunës Muadin Bajrami. Dhe po ashtu edhe kryetari i PPD-s Abdurrahman Aliti. Jo, të në Kërçov. Sejdin Abazi. Këta kishin gurdunim me Abdurrahman Alitin e me gjithë të tjerët, po nuk ishte dhe aq lehtë. Këta negociata ishin mjaft të vështira. Kaloi një vit, nxënësit e përfunduan vitin me sukses. Vitin i parë ishin 4 paralele, gjimnaz i përgjithshëm, dhe në fund nuk u dha dëftesa. Për arsye se nuk kishte shkolla as vull, nuk ishte si subjekt juridik. As mundësi, do të thotë ishte nuk ishte subjekt në veti, po ishte një shkollë private Zori. Jo, bisedoj se ka qenë si subjekt juridik i regjistruar, s'kam pas as vulla kur gjohë. Nuk regjistronte se regjistronte askush. Dhe prandaj nuk mund të merrnin dëftesa. Vitin tjetër, të dytin, u regjistruan prapë nxënësit në kuadër Dritës. Ata të vitit dytë nuk kishin dëftesa, por vazhduan në të njëjtin avaz. Dhe në vitin e dytë të shkollës Drita, u regjistruan 5 paralele, 4 gjimnaz i përgjithshëm dhe një mjekësie. Negociatat ishin të vazhdueshme dhe kujtojmë më të shpeshta. Përfundoi gjysmëvjetori i parë dhe vin lajmet se diçka ka lëvizje. Erdh Olloman Sulejmani dhe Muadin Bajrami në shkollë, mba një mbledhje, thotë, kemi ardhur deri te një ide me Ministrinë e Arsimit që të kalohet në gjimnaz, po nxënësit duhet të japin provime. Provime tash të quajtura kontrolluese, vetë fjala provim do të thotë kontroll, ama kontrolluese do të thotë ishte një provime kontrolluese, në të cilën komisioni ishte i formuar për çdo land, 2 arsimtarë shqiptar dhe 1 maqedon patjetër, dhe kryetari i komisionit ishte Maqedonës. Komisionet nuk kaluan edhe aq lehtë. Kishin probleme nga
kryetarët e komisioneve, se arsimtarët bënin përpjekje, deshin ti ruajnë notat të cilat i këshin dhënë atje. Tash viti i parë dhe viti i dytë janë. Viti i parë jepni për 1 vit provime, viti i dytë jepte për 2 vite provime. Mbashte një mësim i ashtu quajtur konsultativ. Kuadri që ishte të drejta mezi u pranuan në gjimnas, me shumë vështirësi, dhe vështirësit nuk kaloni, dhe mësimi ishte, tash mësim jo të rregullt, po mësim konsultativ, mbanim ne mësim. Edhe të gjithë ishim me gjysmë norme. Rroga ishte për gjysmë, se nuk mbanim ne mësim të rregullt, po mësim konsultativ. Do të thotë, ishin gjëra zbuluara, të sajuara, sajesa artificiale, po neve nuk na fregonte ajo, vazhdonin punën, dhe përpjekjet ishin që të ruhen me çdo kusht notat të cilat i kishim dhënë atje. Edhe ashtu ndodhi në pjesën ndërmuese të nxënësve. Nuk kam të dhëna se nuk ka qenë kështu. Kur përfunduan provimet, vitin e ardhshëm shkollor, e nisëm pak më mbar, se u regjistruan të gjithë nxënësit në vitin e parë, në vitin e dytë, edhe në vitin e tretë. Të thotë, gjimnazi nisi vitin e parë, dytën edhe tretën, me aq paralele sa këshim qenë të drita. Dhe nisi puna, por me mjaft vështirësi, po ne i adolëm që punën të cilën e këshim nisur ta përfundohen mbarë.